Këta njerëz ta shesin atë idenë që ti duhesh me qenë seksi, jo për se s'bën kështu. Jo për se adin kush jemën e ti është gjyna kush lun me ëndrën e dikujt sepse ti e then, ja then krat. Unë kam qenë një vajzë që prapë po them me një ëndër shumë të madhe, po pa pikën e përvojës. Edhe këtë çka kom ditë unë ka qenë me këndu. Ajo ka qenë arma jam e fortë. Që unë kur i mul dikon kom thonë çërë se unë di me kënu. Edhe kur ti e ul me dikon në tavolinë, le të themi me një studio, me një ekip që ndoshta ka dashur të menaxhu, këta njerëz ta shesin atë idenë që ti duhesh me qenë seksi, ti duhesh mos me fol me kërkon, ti duhesh kërkon mos me dal, ti e shesin një farë ideje tepër të gabume. Që unë e kuptoj, ti duhesh me reduktu do vene, duhesh normal me kujdes për imazhin tënd, këtë është në rregull. Por jo me patjetër duhesh me qenë seksi. Kjo për shembull mu m'ka një këto njëtën tam, muj me thonë, që unë kom fillu me undi fajtore nëse unë po duk në mirë. Sepse nëse unë jam duk mirë, unë automatikisht e ku marrë një vëmendje këtë tjetër, edhe ti u dasht një farë mënyre me u struk në vetën tonë, edhe mos me kallëzu që ti kush ti je në të vërtet. Sepse jo për se s'bën kështu. Jo për se adin kush jemën e ti me kallëzu gjithë këtë farë funksionimit të muzikës, ose të mënyrës të funksionimit. Edhe kjo ide është shit ndoshta te secila femën ose artiste shqiptare, muj me thonë. Edhe mendoj që është e gabume. Unë e kom kuptu vetë që është e gabume. Ndoshta kom jap shumë shansa njerëzve që kom mendu që janë producenta të mrekullueshëm, që më ka ndodhur vetë që ta ka nal muzikën, ka thonë nëse ti don me dal prej një faze në fazën tjetër, ti dush me nal këtë njëherë muzikën. Edhe ti beson, pse beson? Sepse je një çik që e mendon që edhe çaj personi tjetër e ka çaj qëllimi për me punu, për me bërë diçka të mirë, sepse unë e di çfarë kapaciteti ka ana. Po nuk e kanë qëllimin e njëjtë njerëzit. Njerëzit ma përpara këqyri me të shfrytzu se sa ndoshta me punu afatgjat me ty, edhe ndoshta munden me bo mrekullina me ty, me produktin që ti je, po thjesht nuk kanë vizion, sepse qëllimi tyne është qëto për qëto edhe është këtë tjetër. Edhe ti e merr seriozisht një muhabet të një personi i cili ta shet në të madh me këtë produktin, këtë imazhin, këtë strukturën e karrierës tonë. Ti je në gjendje me sakrifiku, kam sakrifiku një kohë, edhe thu mandej e vrejen që, wow, s'është qashto, adin e shet që qaj person ka rajtë të kohën, adin edhe për qëta po thëm, është gjyna kush lun me ëndrën e dikujt sepse ti e then, ja then krat. Nuk e din ti në për çka është tu kalu qaj person, që ti me marrë qatë përgjësi, mi thonë nalet i muzikën, se mandej kena me punu bashk, është shumë përgjësi e madhe që e me thonë. Pra ti e ke ndalë, Ana, muzikën një periudhë caktume? E kom nalë një periudhë caktume, po mandej kom vazhdu apet me ato temen që unë kom ditë. Sa të kalin duke pisa kur e ke kuptu realisht që realiteti është komplet ndryshe? Të then komplet se thu, pse? Adin nuk e kupton pse. Se në ato momente ti thu, qa buna gabim? Adin pse ka që si njerëz? Shkon të bu shumë pyetje vetës, edhe thu, ku jëm të gabu, po dyqysh s'ko mujt mu bu njëri i keq. Kur s'ko mujt mu kona si personi, okej, dalë të fuli me qëto, t'ja bëj qështo. Kur nuk jom prish si person, mandej unë jom veç jem largu. Kur nuk kom thonë, okej, t'ja kthej, t'ja bëj, adin veç larguna. Nuk kom qef drama, nuk kom qef skandale, nuk kom qef përballje që m'japin energji shumë të keqe, sepse e di që nëse ai person në gjendje me bo qato, është në gjendje me bo shumë gjana të tjera dhe ai njeri nuk ka ftyrë për to, nuk është kur gjo kjo që ka bo. Adin ai nuk e din në fakt, ai ose ajo, nuk din në fakt të keqen që kanë mujt m'ja shkaktu dikujt, në momente që ti e bën qatë gjo për mu, pse unë mu përball me ty? Adin çka duna me thonë në ty kur ti nuk ma kupton mu botën tame? Ose nuk je në gjendje se qatë shumë je prish si person, sa që ti ti e ki harru vetën tonë mu kush je. Edhe thjesht kom vazhdu, kom thonë, okej, çka nuk të vret, veç të bën ma të fort, edhe ti vazhdojnë se s'ki qa me bo tjetër, nuk ki një zgjidhje tjetër.